Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në kanalin tonë. Unë jam Stezi, motra ime thirret Eleni, dhe sot jam këtu vetëm. Pse? Do shkojmë të bëjmë një super prank. Atëherë motra është sipër që po hekuros me mamin, po e ndihmon. Edhe unë erdha këtu poshtë, kam përgatit një çaj të nxehtë. Edhe është çaj i nxehtë i Shqipërisë, është ky, nuk di po e lexoni. Edhe ma ka sill mami nga Shqipëria, sepse mami dhe babi javën që kaloi kanë qenë në Shqipëri, që mami ka bërë disa këtë kontrolla për operacionin për ndërhyrjen që ka bërë, domethënë abdominoplastikë. Edhe ka bërë disa vizita, ka shkuar çdo gjë mirë, është super e lumtur. Atë gjë, por në një video tjetër do folim më shumë, me detaje, domethënë. Në këtë video do i bëjmë një prank. Çfarë pranku do shkojmë t'i bëjmë motrës? Atëherë, siç e dini, pranku i fundit ka qenë ai ku Eleni bënte gjasme se pishe cigar para meje, okay? Edhe mbas atij videos kemi bërë asgjë tjetër. Atëherë, juve po më ndjekni në TikTok, po keni ndjekur në këtë ditë videot në TikTok Get Ready With Me Story Time. Keni shikuar një Get Ready With Me ku unë atë video isha tu bërë gati me dal me Brunon, sepse Bruno ka kthem për një muaj do rikëto, do rikëthet pastaj prap, do hiki prap nga Italia. E thonë kam menuar, me i thonë Elenit, që tani si që thash Elenit sipër, me e thirë poshtë, me thonë shto pak kotëm koti, qa kotëm koti në sensë, edhe mi thonë që unë, kur Bruno do kthehet prap aty ku ishte, do me thonë jashtë nga Italia, unë do shkoj me ata, do e ndjekë, do shkoj me ata, sepse unë nuk mund të jetoj pa ati, do i them gjëra kështu. Edhe do çikojmë reagimin e Eleni, sepse para disa vitesh unë i kam pas bërë një prank, nuk di po e mbani mend, ku unë i kam pas thonë që do të bësha vitin jashtë nga Italia, okay? Do me thonë, do shkosha në Los Angeles, në duket, besoj që po. Edhe asgjë, edhe reagimi asaj ka qenë super i keq, ka shajt me vërtet shumë. E kemi qenë super të vogla. Edhe do çikojmë reagimin e asaj kur do i them që unë dua të shkoj të jetoj me Brunon jashtë nga Italia, sepse tani kam 18 vjeç, këtë gjë mund ta bëj. Edhe kështu do çikojmë reagimin e asaj. E unë ndërkohë po haj edhe disa biskota me çokoladë nga Karnevale. Edhe asgjë, pres pak sepse të ndihmoj mamin me hekuros me vetë rroba të kveni, dhe sa të mbaroj do e tasë, do të vi këtu poshtë edhe do të filloj të fol me Elenin, do me thonë, para të vazhdoj, nuk e di, të filloj me një argument në sense, edhe pastaj të vazhdoj me argumentin e Brunos. Edhe nëse doni që të dini si ka shkuar takimi im me Brunon, shkoni tek TikToku im, që tani do ju tregoj si më ka emri. Edhe ju kam shpjeguar çdo gjë, çfarë ka ndodhur, çfarë s'ka ndodhur, pse u kemi takuar, si u kemi takuar, kush e ka pyet, e kam pyetur apo unë ka pyet ai. Ky është TikToku im, quindi shkoni më bëni krejt follow, edhe sepse shpesh këtu bëj live në TikTok match with my sister. Edhe ky është Get Ready With Me. Pastaj këtu kemi story time ku ja kam shpjeguar çdo gjë. Quindi shkoni, shikoni. I like Bruno. Qa the, Bea? I like Bruno. I like Bruno. Hajde këtu afër motrës. Do vish afër motrës? Atë, unë besoj që aparatin dhe le këtu. Atë, No. Pëlqen Bea emri Bruno? No. Stezi la Bruno. Bëje zemën tani, bëje zemën? Atere, unë do vejem këtu, pastaj Beatrice u ka vetë aty, u ka ullë aty, se kështu, në këtë manjër, Eleni shpresoj t'ullet këtu. Por besoj që po, sepse aty është gjupi Beatrices. Jo, do vejet motra këtu, do vejesh ti. Të vejet motra aty. Okej, priti here, të largohemi pak, se kështu duket fytyra motrës. Hello. Okej, oj, shpirti. Okej, kështu në rregull. Atere, prit Bea, ri kështu, sepse pastaj s'duka më. Okej. Atere, tani Beatrice ngjoje pak motrën. Atere, ti e din që Bruno nuk është, do me thonë, ka qenë me vend tjetër jashtë nga Italia, më men?
Si? Unë tani do i them, do e bëj zgjasme se unë do shkoj të jetoj me Brunon. Okej? Edhe do qikojmë reagimin e Lenit. Unë do i them, unë s'mund të jetoj pa Brunon, du me nit me Brunon, do shkojmë të blejmë një shtëpi bashkë. Okej? Sì. Stiamo facendo uno scherzo ad Eleni. Thire, Bea, thire pa Eleni, thire. Helena! Eleni. Thire. Helena! Helena! Lo sai che Ceci è fidanzata con Bruno? Shesh kjo tjetra. Ullu Bea shpirt, se dhën karisi pastaj. Ceci një gjo. Do me thoni gjo. Fai gjo. Do me thoni gjo. Chicken banana. Bombala. Anche Maris. Stop. Bacino. Atë, vabbè, ti e di që kam dalë me Bruno. Vabbè, kam shpjegu si ka shkuar kështu gjë. Ta kam thonë, Bea Angela ti, ta kam thonë që Bruno përveç mua, trendafilet ato, tulipanit, i lullet, ja ka sjellë një vajzë tjetër në shtëpi. Po. E capito Bea, çka ka bë Bruno? Ti ha lasciato. Përveç ata gjë, po do mu kthej me mu tani. Perché ha preso i fiori e l'ha dato a un'altra ragazza. Po, ja ka sjellë një vajzë Ma tjetër. fa schifo questo nome. Chi fai con questo Bruno? Atëre, unë Beatrice ja kam thonë, cila është mendimi im, do me thonë çfarë duhet të bëj. Atëre, kur Bruno do rikthehet prapë jashtë nga Italia, unë kam menduar me shku me ata. Pse? Vabbè, besoj që ti e din. No, vabbè, besoj që ti e din që unë comunque më pëlqej si çuna, si djale, rri mirë me ata. E comunque ideja që ai është larg nga mua, nuk më bën që të rri mirë, domethënë dua afër, dua të rri me ata, dua të kaloj shumë kohë me ata dhe kam menduar që të shkoj me ata. Edhe, comunque tani, kam edhe 18 vjeqe, prit, së mbaroj, kam edhe 18 vjeqe, mund të bëj këtë gjë, mund të shkojmë të jetojmë bashkë, sepse tani, comunque, jam ma e pjekur unë edhe besoj ma e pjekur ai. Quindi, buono. Bo. Këto vja. Siamo shumë dakord. Pse? Pse jo? Po pse? Pse që zdisim, si më ka thonë. Në të si që poj. Buam, që unë të që edhe mu. Si, jam në kja, që mi da fastidio. Je bezdi. Që t'je bezdi që... Qa t'je bezdi here, prit? Je bezdi. Qa? Që do ishe t'je me bërë. No. Pretty here. Qa? No, ti jetë në bëj një prank që t'u bëj e t'u folë seriosisht. Jam seriosisht? Ceci me la posso Seriosisht e ka fare? fa? Ceci. Pretty here besen, t'u Pse? folë pak më të se besoj që ka... Që Pse, ti qa je ka? gjeloze në shkon Po. një shën që të jetoj me ata? Po. Pse e donë ti? Po. E kuj, për mendimin ta, s'do të shkoj unë sepse ti je gjeloze. Po. Ma ti je në rregull apo jo? Unë më regu. No, Eleni. Po ti. È un prank? Ma no, non sto scherzando veramente, mi dà fastidio. Që ti e bështu në te? Sì. Poi mi dice, dice Cioè, Ele, ma veramente? sì, Cioè, tu Cioè, io non sto scherzando, basta, mi dà fastidio perché devi andarci. Cioè, tu ti e bestisci unë që këtë jetë me eksin tim?
Ma djem që kam një 2 vite, ti e bezdi ty që ti s'ke pasë si gjohë këtë qëmi? Po. Dulqe edhe mu, kështu që ti nuk do shkosh. Pra, Për respekt. Për respekt. Për respekt. Ma do që t'ka për floksh? No? Jo. Jo, duke Ka përve që për po. shpeja. No, Eleni, pra nuk e normale të dish. Pse? Që, imagino, tani të thot këtë shkruan. A do vish me YouTube me mu, ti që fa bën? Po. Ti po e do një? Si No, Ele, pra, se rregull, unë shpresoj që ma... Pse? Pse? Ma, Bea... No, ti si e rregull më duket. Pse jo? Që, unë kumë nuk imaginoj do që unë edhe që të edheshim në këtë pikë ku vim me diskutu për një qumë, për një djallë. Edhe për çfarë djallë? No, si jemi të diskutu. Pse të shajt? Pse jam të shajtë? Ma ti duket normale me më thonë muna se më bezdi se ty shkosh të jetosh me Bruno se po, pëlqen është muna. normal. Nuk është normale, ti si e rregull, ti je psikopatë më duket, ti nëse më fare Trapo, se di. Mami, me di që ty ti bezdi që unë shkoj të jetoj me Bruno, të ka për flokshë. Pse je xhelozë, çfarë xhelozi e ke ti? No. Non lo so, s'di që fa me tonë. Nuk e di. S'kam fjallë. Me vërtet, e përsëris edhe një herë. Nuk e imaginoja dot se do të arishim në këtë pikë ku... Që tani me imaginu që ai vinte të shtëpia jonë, hashim me të njëjtin tavolinë, okej? Edhe ty ka pas pëlqy, një një pësë Edhe tani? Kështu që më pëlqej edhe tani? No, però veramente, cioè... Cosa? Ma cosa c'è? Ma scusa, non può piacere un ragazzo. Po nuk është një djalë koton koti, okej? Nuk është një djalë koton koti. Që... Qa ka? Kapita. Që kjo ishte... No, në gjo, kjo ishte një prank që ishe të të bëhon. Që ishte një prank. Që unë të të bëj një prank ku të them që kam dëshirë që shkoj të jetoj me Brunon, me njët me ata edhe kështu, ti më thuj, jo, unë kam bezdi se ti shkosh me ata me YouTube sepse më pëlqen dhe muna, më ti e në rregull? Që je motra ime edhe me shenë gjeloze edhe me të pëlqem aj shumë, ti do të qurte dhe do të më thush s'ka gjo, nejse, edhe nuk do të më thush gjo, do ti ish vetëm e lumtur për mu. Si jam? E kuptova se si e kuptova. Pra, comunque ma shumë se e mërzitme jam ma shumë tipo deluza. Comunque kena kalu gjithë të vit. Kalo. No, ti si në rregull për zot. Që kena kalu krejt këto vite. Proprio kemi që s'kena pas asë një lloj problemi. As tani kemi problem, që problemi kemi? No, po Eleni, po them. Qual è il problemi? Cioè, fai comunque. Cioè, scusami, non pensavo sempre, sinceramente. Cioè, mi è anche un po' da idea in questa situazione. Però edhe ti si në rregull. Që kina folë për këtë gjë, kina thonë... Që ti më kishte... Bo, nuk so këtë dhja kërë, më i fattu më prank, më kishte bë një prank, ku më thushe... Bo. Quanto pare... Jam pa fjallë, ja basta. Ule beja zërin në telefonin shpirë. Bo. Vabbè, nejse, comunque ma shumë bë kështu, aq më shumë mund do largohem edhe raporti jonë si motra, do të më vërtelen një veshina sepse do shkatroj shumë. Për çfarë pastaj për një djalë, kotë në koti.
Ma le veramente te si arreglu comunque. Stes. O janë të Po fërgjë deshe me bë serioze. prank. Po më deshe me bë prank. Boj mirë, sepse ja. Boj më mirë sepse unë ta kaloj. Ma kalon te për prank. Po, edhe këtë herë ta kam kalu. Amo, isha ta bërë unë prankun ty. Kam kuptu, edhe unë tani. Ta kam bërë. Që ti ke kuptuar që unë isha të bërë një prank edhe ti ke menuar në këtë moment me bërë një prank mua. Po, ishte e prank. Ishte total. Që ona parë e kam pa për para. E kam pa. S'desha me shikuar shumë, sepse pastaj e kuptosh edhe ti, kështu që s'e kam parë. Fare. Queen of the Franks, thought. Po. E shjau. Vetëm për këtë gjë. Ja kaloj. Vete. Vetëm motrë, s'krejtve. Tani, fly down please, sepse nuk është gjëra shumë e mirë të jesh aq i lumtur se ja kalon motrave. Please shut up, please. No, jam pa fjalë. Çon kam filluar prankun, ja bërë kësaj, kjo kuptoj që ishte një prank edhe më ka bërë një prank tek pranku. Po. Plot twist ka bërë. Besoj që fitoj. Nëse shkruani te komenta cila është pranku më i mirë në këtë video, imi apo Elenit, sepse Besoj Eni. keni 2 in 1, do me thonë 2 prank në një video. Besoj për ashe. Fili menjës. Besoj që ma kaloj Eleni edhe këtë. No, edhe këtë. E tha. Pas vetë mami. E tha. Kërë dhe mami. Bjo. Hazi mami. Që tani po kapi me vërtet me floksh. Po jo, Por Eleni me vërtet, me nove me vërtet si ishte serioze. Isha tu mërzit shumë. Që e thash po vjerë, o ta ka për floksh, që comunque s'u kemi zënë asë një herë për asë gjë fare. Bëbe, infatti, unë thash, çfarë ka kjo tani? Ma heshi trunin, nejse. Po shme makinë, bura. Dhe shkeli. Veni një komente, cila prank ju ka pëlqyer më shumë, o imi o Elenit. Nejse. Veni një like, një subscribe, një follow në Instagram edhe në TikTok, link shumë të shtik boxi, gabova të vojë. Por nejse, aktivoni zile se kështu mos harroni të shikoni asnjë video, sepse Stacy Zylfo edhe Eleni Stacy, okej, vetëm Stacy. E ka marrë si sfida, ne duam i bërë video vetëm. Nejse, Stacy Eleni Zylfo do kthehem prap të martën me një super video. Na shkruani poshtë të komentat përveç këto gjëra kush është the better me bërë prank. Çfarë challenge, çfarë video dëshironi më shumë? E di na që doni videot e frikshme. Do fillojmë të bëjmë, sepse tani po fillon edhe ditët e vap, do me thonë po fillojnë ditët e bukura, edhe do kthehemi edhe me videot e frikshme. Po. Një gjë që kam super dëshirë të bëj përsëri është tavola Ouija. Dhe do me thonë që do e blejmë përsëri edhe do shikoj me kër me bo. Me nonën dhe gjyshin. No, po, tani do të shikojmë. Nejse, neve të shifemi të martën, ju duam shumë, faleminderit që ndjekët edhe këtë video. Eleni më mërziti shumë. Që me ka dho më shumë bezdi fakti që ti me ka bërë prank në njëjtin moment që ta kam bërë se më të këtë gjë. Na, përse, më super bezdi. Nejse, shifemi të martën. Bye!